Komiteti i Organizimit të Maturës Shtetërore ka nisur zyrtarisht punën përgatitore për maturën shtetërore 2026. Sipas një njoftimi nga zyra e shtypit të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, u zhvillua një takim ditën e hënë, 27 tetor, midis ministres Mirela Kumbaro dhe përfaqësues të institucioneve përgjegjëse. Nga ky takim, u arrit përcaktimi pikave kryesore të planit të punës me qëllim garantimin e një procesi të drejtë, të qetë dhe transparent për çdo maturant. Kumbaro u shpreh se do të ketë forcim të masave ndaj çdo shkelje, si nga ana e maturantëve që nuk respektojnë rregullat, ashtu dhe nga administratorët dhe përgjegjësit e provimeve, në mënyrë që të sigurohet integriteti dhe besueshmëria e procesit. Po kështu, ministria njoftoi se do të zhvillohet një fushat informuese dhe sensibilizuese në çdo shkollë të vendit, në mënyrë që çdo nxënës, prindër dhe mësues të njihet me afatet dhe procedurat e maturës shtetërore 2026. Me përgjegjësinë që Komiteti i Organizimit të Maturës Shtetërore ka, do të bëjë që ky proces të jetë i qartë dhe dinjitos për secilin maturant shqiptar. Do të zhvillohen dhe një fushat komunikimi dhe sensibilizimi shkollë më shkollë për të informuar nxënësit, mësuesit dhe prindrit mbi të gjitha rregullat dhe afatat e maturës shtetërore 2026, u shpreh Kumbaro. Po kështu, përmes një postimi në rrjetet sociale, Kumbaro ka ndarë foto nga takimi i zhvilluar sot, teksa ndall dhe detajet e takimit.